Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me hënën e plot, do bëjmë një parashikim që do jetë në datën 2 prill. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve, sepse jemi në ditët e fundit të muajit mars. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill, sepse kanë dalë gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do flasim pak rreth hënës së plot, që është në datën 2 prill edhe është në boshtin dashpeshore. Kështu që është një hënë e plot që do sjellë ekuilibra në harmoni me jetën e përditshme, në lidhje me marrëdhëniet, në lidhje me marrëveshje të ndryshme që mund të keni. Gjithsesi, më tepër ka lidhje, dhe këtu nuk flasim vetëm për marrëdhënie romantike, për lidhjet, njohjet ose marrëdhëniet që ju keni, por edhe në lidhje me marrëdhënie të ndryshme. Marrëdhënie në grupe njerëzish, marrëdhënie pune, mund të merrni marrëdhëniet nga më të ndryshme. Gjithsesi, kjo hënë e plot do jetë shumë emocionale me të gjithë, thjesht duhet të përdorni më tepër dialogu në zgjidhjen e mosmarrveshjeve që ju mund të keni gjatë kësaj hëne të plot. Dhe do shohim tarotin se çfarë do na thotë në lidhje me hënën e plot. Dhe unë kam marrë karta tarot, kartat e hënës, sepse janë më të përshtatshme për këtë hënë, dhe këtu kemi dhe gurin e hënës, që ndihmon për të dhënë qetësi. Atëherë, shohim tarotin se çfarë do na thotë. Atëherë, kemi energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ujit. Shoh që ju mbyllni një vështirësi që keni pasur, jeni në fund të këtyre vështirësive, çliroheni nga situata tensioni, stresi, dhe të gjitha shenjat kanë pasur situata të vështira, stres, tension, ndoshta për një kohë të gjatë, dhe shoh që ndoshta ju do jeni mërzitur me këto situata. Gjithsesi, me këtë hënë të plot, unë shoh që ju çliroheni nga çfarë do lloj situate, si në lidhje me dashurinë, me njohjet që mund të keni pasur, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni. Në rastin tjetër, në lidhje me punën tuaj, por dhe në çështje situata të ndryshme që kanë lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet tuaja, ose dhe në lidhje me anën tuaj shëndetësore, kur ju shoh që ju keni vuajtur për një kohë të gjatë. Gjithsesi, është një çlirim nga të gjitha këto situata, kjo hënë e plot i mbyll këto situata, dhe shoh që përsëri jemi te energjia e zjarit, ku tregon që ju jeni hasur me shumë pengesa në jetën tuaj. Mund të jenë pengesa nga më të ndryshmet, në shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj. Mund të keni pas pengesa në marrëdhëniet tuaja, ose në lidhje me punën, me karrierën, nga ana ekonomike, por ju shoh shumë luftarak dhe ju shoh që ju do t'i lini mbrapa gjitha këto situata që keni kaluar për të bërë një fillim të ri dhe për të hedhur hapa para në jetën tuaj. Gjithsesi, është një hënë e re, sepse jemi te energjia e shenjave të ujit, që do t'ju bëj shumë emocional, dhe ju shoh që ju jeni të përqendruar te situatat e kaluara, ndoshta te gjitha këto goditje që keni marrë, te vështirësitë që keni kaluar, dhe ndoshta këto gjëra ju kanë krijuar ju kanë dhënë një lloj goditje në lidhje me çfarë do lloj situate që keni kaluar, por këtu kemi një sugjerim. Mos i lini gjërat, mos u përqendroni te gjërat që do mbyllen gjatë kësaj periudhe. Shikoni mundësitë, përdorni dialogun në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose në rastin tjetër në lidhje me punën tuaj, dhe shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë gjatë mbylljes së kësaj hëne të plot.
Gjithsesi më së tepërmi do ndikohet shenja e dashit, shenja e gafores, shenja e peshores dhe shenja e briciapit, por që 10 ditëshi 2 do biri më mirë, ndërsa 10 ditëshi parë dhe 10 ditëshi 3 duhet kem pa kujdes në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni gjatë kësaj periude. Dhe njofjet e reja do kenë po këto 3-4 shenja që tham, 10 ditëshet e dyta, do ketë njofjet e reja, do ketë shenja gjatë muajit prill flasim, do ketë shenja e demit, shenja e akrepit, shenja e luanit dhe shenja e ujorit. Por 10 ditëshet e dyta përsëri, gjatë muajit prill do keni njofjet e reja. Gjithsesi, unë shoh që ju i keni mundësi dhe ofertat, thjesht mos u tregoni kaq emocional dhe të përqendroheni te humbjet, te dështimet e skaluarës, te stresit, te tensioni që keni kaluar në të kaluarën tuaj. Dhe shohim energjinë e shpatave, çfarë na sjell energjia e ajrit, ku ju i mbyllni dhe çliroheni nga situatat e vështira. Unë shoh që ju do mbyllni diçka. Disa për jush do merrni dhe do jepni në lidhje me një person që vërtet e dashuroni, sepse ju shoh që mendoni seriozisht në lidhje me këtë person, do ndiheni shumë të sigurt që të mbyllni disa situata nga e kaluara dhe ndoshta të jepni dhe të merrni në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Këtu kemi përveç se energji toke, edhe këtu energji toke, kemi edhe peshore. Ma falni, kemi dhe energjinë e peshore, sepse personi mban një peshore në dorë. Ju do harrini të vendosni një lloj ekuilibri. Do vendosni ekuilibra në lidhje me dashurinë. Disa prej jush mund të jeni midis dy personave dhe ka ardhur momenti të jepni fund një situate të vështirë dhe të zgjidhni këtë person që ju vërtet e doni. Në rastin tjetër, dhe këtu flasim për pjesën e beqarëve, në rastin tjetër shoh që ju do vendosni ekuilibra në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët, me marrëdhënie të ndryshme që keni te vendi punës, sepse energjia e peshores ju bën që ju të jeni të dialogoni në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Dhe për këtë gjë do ndiheni shumë të sigurt në veten tuaj, do keni vetbesim në lidhje me mbylljen e situatave të vështira. Për të ecur përpara flasim gjithmonë. Ndërsa për një pjesë tjetër, i shoh që ka lidhje me anën ekonomike. Ju keni kaluar shumë vështirësi nga ana ekonomike, ndoshta këto para ashtu siç i merrni, ashtu edhe i jepni, dhe kjo gjë ju ka lënë nuk ju lë shumë hapësirë në lidhje me anën ekonomike. Gjithsesi unë shoh që do rritet ana ekonomike në lidhje me ju, do merrni një shumë të konsiderueshme parash dhe kjo gjë sikur do t'ju japi siguri brenda vetes tuaj. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me pjesën e studimeve për gjithë ata që ju mund të merrni leksione ose diçka tjetër gjatë kësaj periudhe, merrni, jepni, shkëmbeni me njëri tjetrin. Dhe shoh që kjo gjë sikur do t'ju japi më siguri, sepse do përdoret shumë pjesa e diplomacisë, pavarësisht se jemi te energjia e dashit, që është një energji zjarri, e nxituar, një energji, jemi edhe te energjia e peshores që vendos një lloj ekuilibri nëpërmjet dialogut. Dhe falni, dhe shoh që do ndiheni shumë të sigurt në lidhje me mbylljen e diçkaje dhe me fillimet reja që ju do bëni. Dhe vim te energjia e shenjave të zjarit. Çfarë na sjellin shenjat e zjarit? Kjo është karta e pagos, më duhet ta heq. Atëherë kemi energjinë e shenjës së gafores dhe përsëri energji zjarri. Ju shoh që do t'i lini mbrapa të gjitha vështirësitë që keni kaluar, në çfarë do lloj fushe të jetës. Tham, mund të jenë vështirësi në lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën, me fëmijët, me kontrata të ndryshme që ju mund të keni dashur të bëni dhe vërtet keni hasur pengesa, por edhe në lidhje me pasionet tuaja mund të them. Gjithsesi, unë ju shoh që futemi te energjia e gafores. Energjia e gafores është energjia e hënës, ku ju dëshironi, por jemi te karroca këtu faktikisht, ju dëshironi që të jepni drejtim gjërave. Në qoftë se ju dëshironi të futeni në një njofje, atëherë është momenti për të mbyllur ose për të lënë mbrapa situata që ju mund të keni kaluar. Dhe këtu shoh që
ju do të jepni drejtim emocioneve tuaja, do të jepni drejtim familjes tuaj, pavarësisht vështirësive që ju keni kaluar, fëmijëve tuaj, për gjithë ata që kanë lidhje me punën, me anën ekonomike, me paran. Është momenti që ju do mbyllni situatat e vështira për të filluar dhe për t'i dhënë drejtim situatave. Edhe pse dhe muaj prill është një muaj që ka ato ulljet e ngritjet e veta, gjithsesi muajt e tjerë në vazhdim do jenë më të mira, por unë shoh që do të jepni drejtim. Disa prej jush do jenë në udhëtime. Mund të jenë udhëtime të shkurtra, udhëtime të gjata për një pjesë tjetër, por dhe gjithë ata që mund të kenë lidhje me prona të ndryshme. Dhe vim përsëri te energjia e zjarit, përsëri shoh pasion në lidhje me dashurinë, me emocionet që ju keni, në lidhje me njohjet e reja, por dhe në lidhje me njohjet dhe lidhjet që ju keni. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh në lëvizje gjatë gjithë kohës në lidhje me punën. Disa mund të keni dhe punën që jeni në lëvizje. Ju dëshironi të keni kontrata të ndryshme, duke mbyllur diçka dhe për të bërë diçka tjetër. Ndërkohë, shoh që do jeni, mund të jeni në udhëtime brenda vendit, nga një qytet në qytetin tjetër, nga një shtet në shtetin tjetër, dhe sikur dëshironi të bëni kontrata, duke mbyllur kontratat vjetra dhe jeni duke menduar rreth kontratave të reja që të marrni zhvillime të mira. Dhe këtë mund ta merrni edhe në çështje dhe situata të tjera që ju keni, sepse jo të gjitha mund t'i përmendim. Dhe jemi te energjia e ujit. Ju shoh të përqendruar në një lloj trishtimi, në një lloj të gjërat e së kaluarës, të disa situata tensioni, stresi që keni kaluar, vështirësi që keni pasur në jetën tuaj, si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por dhe në lidhje me punën tuaj dhe nga ana ekonomike, ose në çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni pasur. Këtu nuk tham, por këtu ka lidhje edhe me ligjin, për gjithë ata që kanë çështje gjyqësore ose diçka tjetër, shoh që gjërat do t'i mbyllni. Ndërsa për ju te energjia e ujit ku jemi, dhe kjo është për gjitha shenjat e horoskopit, ju shoh që ju jeni përqendruar te humbjet, te dështimet, te vështirësitë që keni kaluar, te goditjet që mund të keni marrë, por karta ju këshillon të shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë në jetën tuaj. Dhe të lini mbrapa gjithçka që ndoshta ju ka bërë që ju të përqendroheni te këto situata. Sepse lërini gjërat të rrjedhin, sepse mundësitë dhe ofertat do t'i keni pafund, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me familjen, në lidhje me shtëpinë, nga ana ekonomike, në lidhje me punën tuaj. Thjesht dilni nga kjo energji e humbjeve dhe e trishtimit. Dhe kemi përsëri energji uji, dhe unë shoh që ju do arrini të shëroni veten në një rast, dhe flasim për gjitha shenjat e horoskopit, pavarësisht se vjen kjo energji, sepse energjia e kupave ka lidhje me energji, ka lidhje me emocionet, ka lidhje me shërimin, ka lidhje me dashurinë, por ka lidhje dhe me lajmet mira që ju do merrni në lidhje me mundësitë dhe ofertat. Më falni për zërin. Gjithsesi, unë shoh që ju do jeni në një pozicion më të bukur, jeni në një pozicion mbretëror. Ju shoh që çliroheni nga këto situata, një pjesë prej jush mund të arrijnë një lloj shërimi në lidhje me situata të së kaluarës. Për pjesën tjetër do merrni lajme të mira në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, do ndiheni të gëzuar, mbasi ju t'i lini mbrapa këto dhe të çliroheni. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që do keni lajme të mira në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Ndërsa për një pjesë prej jush, për pjesën e beqarëve, që janë përqendruar në humbje në një personi, atëherë këtu karta ju këshillon, shikoni mundësitë dhe ofertat, dhe një person do vinë në jetën tuaj. Dhe është një person që ka shumë emocione në lidhje me ju. Është një person që është në një pozicion mbretëror, dhe kur flasim pozicion mbretëror, nuk flasim nga ana ekonomike, materiale, flasim nga ana emocionale, sepse kemi mbretëreshën e kupave këtu. Dhe ju shoh që ju do jeni duke menduar në lidhje me këtë person. Jemi te energjia e tokës këtu. Jeni duke menduar në lidhje me këtë person,
që do vinë në jetën tuaj, një person i ri që mund të afrohet ose një person që ju mund ta keni humbur, por që ju e keni dhe një mundësi akoma në lidhje me këtë person. Dhe këtu flasim për një pjesë specifike, jo për të gjithë. Dhe unë shoh që ju do jeni duke menduar për të investuar në këtë dashuri. Te ky person që vjen tek ju, në një njohje që keni, në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër shoh që do jeni duke menduar në lidhje me punën. Të shtoni të ardhurat tuaja, ndoshta të bëni një punë të dytë, ose mund të keni një aktivitet privat, një biznes, dhe ju dëshironi që t'i shtoni këto të ardhura. Dhe ju shoh që jeni duke menduar dhe po punoni shumë fort në lidhje me këtë gjë. Gjithsesi do marrte një pako tjetër për ta plotësuar. Atëherë, çfarë do ndodhi me gjithë ju që edhe kemi energji ujë këtu, kemi energji të shenjave të peshores, të demit, dhe kemi energji të monedhave. Ju shoh që ju te pjesa e parë ku ju keni mbyllur disa situata të vështira, goditje që keni marrë, shoh që ju do ndjeni më të sigurt në lidhje me gjithçka. Çfarë ju dëshironi të bëni, duke lënë mbrapa dhe duke u çliruar nga situata të vështira. Gjithsesi ju shoh që jeni përqendruar aq shumë te gjërat tuaja të përditshme, sa nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vinë në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike. Dikush prej jush edhe mund të refuzojë diçka. Ju ndjeni shumë të sigurt në veten tuaj, keni fituar vetbesim dhe ju mund të refuzoni një dashuri, mund të refuzoni një punë. Ju vërtet doni të rrisni të ardhurat tuaja, por në momentin që ju fuqizoheni, unë aty shoh që ju nuk më mund të pranoni më shumë se ç'meritoni. Dhe ju shoh të sigurt në zgjedhjet, mundësitë dhe ofertat që ju do keni gjatë kësaj hënë. Atëherë vazhdojmë dhe shohim te pjesa e dytë këtu. Të gjithë ata që do lënë vështirësitë mbrapa dhe do tregojnë të kujdesshëm për t'i dhënë drejtim situatave të ndryshme, si në lidhje me dashurinë, me emocionet, në lidhje me punën tuaj, por dhe në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që kanë lidhje me kontratat, me shoh që do jeni dhe shumë karizmatik. Ju do bëni fillime të reja që do marrni zhvillime shumë të mira. Dhe mund të jetë fillimi një dashurie të re, por që është një dashuri e re që do marrë zhvillime të mira. Mund të jetë një punë e re, një partneritet, një bashkëpunim, mund të jetë një shtatzani për një pjesë tjetër, por që do jetë një shtatzani që do t'ju sjellë fat, sepse shoh që këtu kemi planet Jupiterin, ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni fillime të reja në lidhje me punën, në lidhje me aktivitete private të ndryshme që ju dëshironi të bëni. Është një energji shumë e bukur këtu dhe vazhdojmë të gjithë ata që janë përqendruar te humbjet, te dështimet, te situata të vështira, te goditje që kanë marrë nga e kaluara dhe nuk shohin mundësitë dhe ofertat që kanë rreth tyre. Dhe unë shoh që do keni mundësi, keni një njohje të re, lajme të mira, si në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët, me punën tuaj. Do jeni duke studiuar çdo situatë dhe do mundoheni të investoni si nga ana emocionale, nga ana materiale, ndoshta edhe për të ndihmuar fëmijët tuaj, por dhe kundërta. Dhe ju shoh që jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një ofertë që do t'ju vijë. Është një ofertë që mund të jetë në lidhje me dashurinë për një pjesë prej jush, por është një person që mendon seriozisht për ju. Për pjesën tjetër, shoh që do keni oferta në lidhje me punën, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, ndërsa për një pjesë tjetër, ju mund të jeni duke investuar te fëmijët tuaj dhe sikur do investoni përsëri, mund të investoni në lidhje me studimet, në lidhje me një largim që mund të bëjnë, mund të shkojnë jashtë shtetit, mund të lëvizin nga një qytet në një qytet tjetër. Ndërsa për disa të tjerë, shoh që mund të jenë në një moshë më të re, jeni duke menduar shumë fort në lidhje me anën ekonomike. Për disa të tjerë, ju do kërkoni një mundësi të dytë,
në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni, sepse ju shoh në një energji të tillë, ju dëshironi që ky person të investojë tek ju dhe ju kërkohet një mundësi dhe aty shoh që sikur dëshironi të jepni një mundësi në lidhje me një person që keni në jetën tuaj. Dhe përfundimi, dhe kemi realizime, jemi të energjia shenjës së ujit, të ujorit më falni, që është energjia ajrit dhe energjia shenjës së peshores. Dhe erdhi një përfundim fantastik, sepse shoh realizime në lidhje me çfarë lloj situate që të keni. Më falni. Atëre unë shoh që ju keni manifestuar për të realizuar diçka. Në qoftë se ju keni manifestuar në lidhje me një dashuri, atëre unë shoh një realizim. Ju do hyni në dialog në lidhje me këtë person për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate. Këtu flasim edhe në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, për të mbyllur çështje dhe situata të vështira nga e kaluara. Por kjo ka lidhje dhe ka vlerë dhe në lidhje me familjen, në lidhje me fëmijët, nga ana ekonomike, varet për çfarë ju keni manifestuar ose mund të manifestoni gjatë kësaj jane të plot. Gjithsesi, shoh që ju do harrini të jepni zgjidhje, një pjesë prej jush mund t'ju realizohet një dëshirë në lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të jenë dokumenta pune, dokumenta leje qëndrimi, dokumenta për të shkuar jashtë shtetit, mund të ketë dhe dokumenta që kanë të bëjnë në lidhje me ligjin, sepse kemi energjinë e peshores, kartën e drejtësisë, dhe shoh që këtu do arrini të vendosni balancat, por mund të merrni të jepni zgjidhje diçkaji, ose ju mund të vini një drejtësi, sepse ju e keni manifestuar këtë gjë. Dhe unë shoh që këtu do zgjidhni diçka edhe në lidhje me këto situata që ju mund të keni. Dhe do marrim një mesazh nga angjëllit për të parë se çfarë mesazhi ju japin. Gjithsesi, mbyllen situata të vështira, e rëndësishme është që mbyllni vështirësi, thjesht duhet të tregoni të kujdesshëm në komunikim në marrëdhëniet tuaja. Dhe shohim këtu mesazhin që ju japin angjëjt. Ato zgjedhjet që mund të bëni ju, dhe jemi përsëri te energjia e shenjave të ajrit, nevojitet të t'i bëni me dialog, thot. Gjërat ndoshta ju duken gjërat janë më shumë se sa i shikoni ju, thot. Ndoshta është një sinkronizim i keq, thot. Atëherë, në qoftë se ju, dhe unë do t'ja u shpjegoj sepse karta kështu për këtë është në greqisht, gjithsesi, unë do t'ju thoshja që ju, në qoftë se ndjeni që me personin që keni në jetën tuaj nuk jeni aty ku ju dëshironi, flasim për gjithë ata që kanë kaluar vështirësi, kanë marrë goditje, atëherë është momenti që ju të jepni fund një njohje, një lidhje, një marrëdhënie që ju shikoni që nuk jeni në të njëjtën linjë me personin. Për pjesën tjetër, për gjithë ata që mund të jeni në një vend pune, ose në situata dhe çështje të ndryshme, partneritete, bashkëpunime në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me grupe njerëzish, në lidhje me familjen, me shtëpinë tuaj, ku ju ndjeni se nuk jeni në një linjë, atëherë mund të jepni fund disa konflikteve, disa situatave që tensioni dhe stresi që mund të keni kaluar, dhe të bëni ato zgjedhjet tuaja, sepse gjërat janë më shumë nga sa duken, nuk janë aq sa ju shikoni. Thjesht duhet të përdorni dialogun dhe të jeni të kujdesshëm në lidhje me persona të ndryshëm që keni në jetën tuaj, ose në lidhje me punën, me anën ekonomike, por dhe çfarë do lloj situate tjetër që ju mund të keni. Atëherë, kjo ishte për gjithë ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.
Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, ju uroj një mbasditë sa më të këndshme, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjojmë në videot e radhës.